alarmante. Nuk mund të ishte askush tjetër përveç Osman Stafës në këtë mëngjes me ne. Osman, përshëndes. Lavja, mirëmëngjes, faleminderit. Faleminderit ty që je me ne. Do doja ta nisja nga ky aspekt para se të kalonim në detaje. Sigurisht puna jote, sigurisht vëmendja e kolegëve të tjerë, sigurisht vëmendja e jona, e të gjithëve ne, edhe si gazetar, por edhe si qytetar, ka qenë tek sistemi shëndetësor, e megjithatë duket sikur është ndeshur me një mur moskokçarje gjithë ky shqetësimi, gjithë ky alarm, të gjitha këto denoncime. Çfarë po ndodh? Ç'është vërtetë, nuk është se pra vëmendja mediatike e gjithë mediave në Shqipëri ka qenë e fokusuar tek problemet e shëndetësisë. Pra, vetëm emisioni yt më ka ftuar mua disa herë se ka trajtuar çështje shëndetësore, por shumë emisione të tjera as nuk i kanë në orbitën e tyre çështjet e shëndetësisë dhe sidomos problemet. Po kanë tematika të ndryshme këshilluese e tjerë, por denoncuese jo, dhe kjo është e vërteta. Ndërkohë, në vetë në emisionin tënd, po t'i hapësh pra ato ku më ke ftuar, e kemi thënë disa herë bashk që 10 ditët e fundit të muajit, pra kemi gati 2 vite, që themi që ore 10 ditët e fundit të çdo muaji nuk bëhen analizat. Deri kur doli vetë ministre e shëndetësisë, e cila e pranoi, dhe atëherë u bë alarmi. Sepse në çdo, pra ne flasim për Tiranën, por për shembull Shkodra të ka 15 ditë analiza, 15 ditë jo. Në vende të tjera, në qytete të tjera, spitale rajonale, ke 15 ditë analiza dhe 15 ditë jo. Tirana hajt se ka dhe, pra Tirana e ka muajin me nga 20 ditë. Qytetet e tjera e kanë muajin me nga 15 ditë. Dhe kjo është çmenduria më e madhe që mund t'i bësh një populli, ta prekësh në një situatë ku shkon në spital, shtrohet atje dhe ti thot do jesh në listë pritje muajin tjetër, se je në datën 21 shkon në spital. Atëherë smuresh dhe të fut shteti në një listë pritje. Po unë kisha dëgjuar listë pritje, po për ushqime, po për kohën e sistemit që ti do hysh, do presësh në ato radhët e tjerë. Po ti jesh dhe listë pritje për analiza, unë këtë nuk i kisha dëgjuar ndonjëherë. Dhe është një nga skandalet më të frikshme të shëndetësisë, sepse ti prek realisht shëndetin atij qytetari që shkon për tu trajtuar në spital. Si e prek? Po shkon datën 21 ose je që në datë 18, je që në datë 10 në spital se po trajtohesh nga një smundje. Vjen data 20, s'ka më analiza, do presësh muajin tjetër. Po mjeku si do e kuptoj që si ka funksionuar ose si po ecën trajtimi atij personi pa bërë analiza? Nuk ka formë tjetër mjeku, se nuk e ka as me të prekme, as me nuk e di, me imagjinuar, as në mbi fuqi që thjesht e prek pacientin, se e doktori i mrekullive, ai filmi i famshëm, që me të prekme ai e kuptonte se çfarë kishte pacienti. Ne s'kemë mjek tillë. Ne duhet bëjmë analizat. Aty kemi ne atë rëndësinë e diagnostikimit e trajtimit e tjerë. Por nuk ka, thot shteti. Jo, ti nuk do smuresh, thot shteti jon, që nga data 20 deri në datën 30 apo 31 të çdo muaj, sepse ne nuk kemi fonte. Dhe çfarë ndodh konkretisht? Shteti jon, Shqipëria, bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe koncesionari i kanë përcaktuar këto rregulla që në fillim dhe ai ka thënë, ti për çdo muaj do kesh zëm 100.000 lekë. Dhe kur arrihet kota 100.000 lekë, thotë unë nuk të bëjmë analiza. Pra ato analiza të rutinë, por edhe analiza urgjente nëse ti ma kalon mua volumin. Pra nëse ti shkon në spital me urgjencë, nuk bën dot analiza. Sepse janë kthyer analiza urgjente për fëmijët, për shembull pediatri. Më fal. Nuk kanë bërë fëmijët. Dhe kur u ngrit në datën 24-25, u bë alarm i madh e tjerë, atëherë i kanë çuar ditën tjetër. Atëherë u kanë pranuar prap analizat, se nuk u pranuan 2 ditë. Dhe unë këtë e kam me fakte. Sigurisht. Kam edhe kontratën këtu të shtetit shqiptar që ka lidhur pra me koncesionarin, ku thon fare qartë, kemi listë pritje, thot këtu, nëse pra arrihet buxheti i muajit të ezaurohet më përpara se të mbyllet muaji, po thot gjithashtu do të kemi edhe analizat urgjente, thot nëse mbushet volumi, thot 5%, thot unë nuk jam i detyruar të bëj më vetëm nëse ti më paguan mua. Dhe ta nuk paguaj. Jo, thot prit muajin tjetër, s'ka gjë nëse ti shkon me urgjencë në spital. Ke një problem ti për shembull me krahun e majt, ke shqetësime e tjerë, do bësh troponin aty për të parë nëse ke infarkt apo jo, nuk i bën dot. Do presësh muajin tjetër, s'ka gjë, le të bjerë infarkt ty. Ti do presësh muajin tjetër. Dhe kjo realisht
se më vjen me plas ndonjëherë Flavio se e kanë bërë këtë çështjen e shëndetësisë politik, i majt, i djathtë, ore, smuren të gjithë. Duhet ta kuptoni, smureni të gjithë. Nuk pyetin fare ti je i majt, je i djathtë. Nuk pyet apandesitë je i majt, je i djathtë. Nuk pyet asnjë lloj smundje je i majt apo i djathtë. Është smundje edhe spitali nuk duhet të ketë politikë përveç se do duhet të ketë shërbim. Qoftë një qeveri e djathtë, qoftë një qeveri e majt. Fëmijët Osman, nuk janë as majt as djathtë, janë fëmijë. Po prandaj pra, ore, se realisht këtu në këtë vend nuk e di çfarë gjithëpore i kanë bërë, por realisht është çmenduri se nëse ti nuk reagon dhe ke shëndetësia, që mund të prekesh në çdo lloj momenti, në çdo lloj kohe, po fëmia yt, po nëna, po babai, po motra, po vllai, unë nuk e di çfarë mund të ndodh tjetër që njerëzit të reagojnë. Ore, është shëndetësia, do shkosh në spital, do shkosh në urgjencë, nuk bën analiza, do shkosh ke spitali onkologjik, s'ke ilaçe, do të bjerë një goditje në kokë, nuk ke trombektomi, do të bësh një PET scan, nuk e bën dot në Shqipëri, por do të marrësh avionin për të paguar, nuk e di sa para, 1500 deri 2000 euro me gjithë hotelerin për të bërë një PET scan në Turqi. Po do të shkosh ti për të bërë ekzaminime të tjera, nuk ka pajisje. Pra, nuk e di domethënë çfarë drejtin ka që ky popull të mund mos agjitohet për të thënë ore, prit pak. Okej, ti po vjet ke rrugët, okej, ti po vjet me kopshtin Eden. Okej, ti po vjet nuk e di me çfarë ti po ndërton, me satelite, me inceneratore, me tjerë. Por të paktën na siguron shëndetësinë, se unë e kuptoj që këtu reagimi është bërë realisht nuk ka reagim për asgjë. Por të paktën ke shëndetësia sepse ore prekesh drejt për drejt sepse do shkosh në spital. Po su trajtove, do vdesësh. Nëse ti pastaj jetën tënde e ve përpara partisë, e përpara nuk e di, shtetit e tjerë, dakord, rri, qëndron shtëpi, do vdesësh. Por do na dalë si ajo historia e zotërisë në 2022-shin, më çonte mua mesazhe që jo, si ka qenë shëndetësia përpara, pse atëherë merrni batania në spital, s'kishim këtë, s'kishim atë. Unë nuk po bëj betejë që atëherë ka qenë më mirë apo më keq. Unë po them si është në 2026-ën. 2026 ti nuk bën dot analiza. 10 ditët e fundit muajit, shkon ti tek mjeku i familjes, nuk bën dot analiza. Do dalin pas një muaji e gjys. Analiza tek mjeku i familjes është pjesa tjetër. Ja po ta them Flavio, po të shkosh ti tek mjeku i familjes, si i smur kronik me një smundje të caktuar, mjeku që do të japi ilaçe do të bëj analiza. Thot mjeku, radha thot të del pas një muaji e gjys. Është tjetër kjo përveç se për këtë që themin në 10 ditët e fundit muajit është vetëm për pacientët që janë shtruar në spitale. Po për ata të moshuar ose të tjerë të cilët shkojnë tek mjeku i familjes për të bërë analizat, nuk i bëjnë dot dhe këta. Do presin një muaj e gjys, 2 muaj, sepse atëherë del data që ata të shkojnë të bëjnë analiza. Dhe çfarë bëjnë ta shkretët? Shkojnë tek privati. E di si ka lulëzuar privati, jo vetëm Tiranë, por gjithë Shqipërinë. Privati, analizat private është biznesi më fitimprurës. Shko ti ta provoj kushdo në klinikat private dhe do shikoj radhën e gjatë aty të pacientëve që shkojnë për të bërë analiza. Nuk i bën shteti, nuk bën nëpër spitale, atëherë çfarë drejtin po bëjmë? Ndërkohë, është një çështje tjetër që më kanë ardhur shpesh denoncime dhe do doja të pyesja ty se me siguri e ke dëgjuar. Problemi i lenteve te okulistika. Po, spitali francez më mirë të mbyllet. Që në shtator pa lente, po nëse nuk ka lente, çfarë? Jo, që në shtator, ka gati një vit, Flavio. Okej. Ka një vit. Po të paktën atëherë kanë filluar unë të dëgjoj që ka pasur mungesë lente. Po, por ka një vit pa lente në QSUT dhe spitali francez do duhet të mbyllet. E di pse? Mjek aty nuk ka më. Mjekët kanë hapur klinikat e tyre private dhe spitali francez shërben vetëm për të pritur pacientët dhe për më pas për t'i transferuar në klinika private. A vetëm i gjen aty, është kështu si treg. Jo, është vetëm për pacient. Pra, aty shkon pacienti edhe pastaj thonë që këtu s'ka doktor për ta bërë këtë, për lenten e tjera. Po vetëm ta adresojnë. Sepse, ore, mund të kesh një 70 vjeçar, nuk pretaj dot një vit për t'i vënë ti lenten. Nuk pret dot më. Domethënë një sekondë, ose një 50 vjeçar. Spitali publik shërben si gazeta Chelsea për t'i treguar pacientëve ku janë klinikat private. Ti e thua në një formë realisht ironizuese dhe shumë të drejtë, por kjo është e vërteta. Pra, jo vetëm ky pavion. Pra, ne po flasim për francezën, por për mua francezë realisht nuk ka më mjek, sepse janë të gjithë për klinika private dhe janë duke punuar atje. E thon të gjithë të, lente nuk ka për një viti. Nuk ka lente për një viti. Nuk e dim kur do vinë. Shkojnë pacientët aty të mbaruar dhe nga ana ekonomike, nuk e di, një situatë shumë të vështirë
dhe paguajnë nga 700 euro, nga 800 euro për të shkuar në klinika private për të vendosur lente. Po, ke dhe pavione tjera ti, ke endokrinologjin që i po ashtu i trajton pacientët si një recepcion për të shkuar në klinika private. Ke edhe kardiokirurgjin ti, po njësoj. Ke edhe spitalet të tjera. Ora, po të them dhe një herë, nuk ekziston mbështetje domethënë. Në një moment mund na bjerë goditje në kokë. Po. Ora nuk jemi imune. Nuk do të thotë që jo. Dhe shkon ti në spitalin publik tek neurokirurgjia, tek neurologjia në QSUT. Nuk ta bëjnë more, është një procedurë aty që po të jetë, pra po të bëhet trombektomia ose arteriografia, është një procedurë që nuk zgjat më shumë se një orë, por shpëton ty jetën. Dhe çfarë ndodh? Një personi që i ndodh goditje në kokë duhet bëhet operacion brenda 6 orëve të para, thon protokollet, sa më shpejt aq më mirë, por në spitalin publik nuk jepet. E di çfarë ndodh aty? Pajisja është, të gjitha i kanë bler, nuk vendoset në punë. Është bler pajisja 1.5 milion euro, por nuk vendoset në punë. Nuk e di asnjëri pse nuk vendoset kjo pajisje në punë. Pse nuk vendoset kjo pajisje në punë? Shpëton jetë. Dhe çfarë ndodh me këta pacient? Pastaj do duhet të kenë 30.000 euro, 32.000 euro për të shkuar tek privati. Nëse nuk i kanë, do rinë në spital duke përballur me vetëm dy zgjidhje. Ose ata do të vdesin, ose ata do të mbesin të paralizuar për tërë jetën e tyre, që për familjen e tyre sigurisht i vdekur, se është kosto për shtetin, që do marri kemp, është kosto për familjen, që humbi një krah pune, por që do kenë aty një person që do duhet kujdesen me ilaçe, po me trajtime, po një person brapa gjatë gjithë kohës. S'është jetë ajo. Jo është. S'është jetë. Dhe njëherë nuk është jetë ajo, që sidomos kur e di që mund të shpëtohej dhe mund të ishte me këmbë, me duar, me kokë, me true. Po prandaj unë po të them, pajisja është. Si komenton dhe si ishe reagimet e ministres së shëndetësisë apo edhe vargësve të saj në raport me faktin që po kolapsojnë me vetdije, se nuk është se ju mungojnë parat apo se përderisa e kanë pajisjen aty dhe se vën prizë, se nuk u do qefi, për të mos përdorur një fjalë tjetër. Si ishe këto reagime dhe reagimet e Evis Salës? Për shembull, ministrja, duke qenë se nuk është politike, nuk ditë gënjejnë si ata më parshmit. Dhe ta thot drejt. Ka një gjë ajo që thot deri në fund vitit. Por zonja ministre di fare mirë që brakiterapia, gratë që vojnë nga kancer ginekologjik nuk mund të presin dot deri në fund vitit, se mos e kanë nevojë tani. Nëse ti nuk e bën dot si shtet, pak të rimbursoja atë trajtimin. Këtij pacienti që është me goditje në kokë, që ti thua unë do ta bëj trombektomin deri në fund vitit, rimbursoja atë trajtimin se ka nevojë tani. Ka një grua nga Librazhdi, Flavio, 2 vite që pret për të bërë një operacion në Turqi, se nuk bëhet në Shqipëri, që është me problematik në kokë, e cila e ndan në çdo moment asaj mund të ndodh problematika dhe mund të rrezikojë jetën. Jo më ke 2 vite. Prit, thot shteti jon. Nuk bëhet, do presësh. Po pret ajo zonja atje. Pra, ti nuk mund t'i thuash një pacienti që do peckanin tani thot në fund vitit, se e do tani, se nuk i thuhet dot kanceri, ti prit o kancer, se unë deri në fund vitit nuk e siguroj dot pajisje, po kur unë ta siguroj atëherë ti vazhdo bëj punën tënde. Pra është qesharake. Plus pastaj shikoj një mani shumë të madhe për të vargësve të ministres për të gënjyer mbi të vërtetën. Për shembull, doli ministri aty dhe tha që po, ne jemi duke mbledhur dhëna për analizat që nuk bëhen spitale 10 ditët e fundit çdo muaj. Doli një reagim pastaj nga ministria dhe nga, duket ishte Mia, kjo që kanë hapur këta një gjë për informacion. Jo, thot se analizat nuk janë ndërprerë etj. Gënjeshtër e pastër. Pra këta kanë këto PR-et e nuk e di çfarë bëjnë. Kanë propaganda. Se si të gënjejnë, mjafton me të gënjejnë se nuk i intereson kujt. Le të përballen njerëzit atje. Por ne të gënjejmë, të jemi korrekt ne. Dhe prandaj them është lemeri kjo që po ndodh, nuk është çështje se e një Osmani apo e Flavios që janë duke treguar këtu disa problematika, se gjithmonë do ketë problematika. Po gjithmonë do ketë problematika. Po kur janë problematika që ndajnë jetën nga vdekja, nuk quhen më problematika. Quhen skandale të frikshme që ndikojnë te jeta. Ose vrasje. Nëse s'ke trombektomi, vdes. Nëse s'ke brakiterapi për gratë që vojnë nga kanceri, vdes. Nëse s'ke PET skanin, nuk bëhet diagnostikimi i dur, vdes. Nëse ti pastaj nuk bën lenten, do duhet paguash 700 deri në 1000 euro tek privati. Nëse ti nuk e di, shkon në spital, nuk bën analizat, do të përkeqësohet në rastin më të keq smundja.
Pra, duhet të reagojnë njerëzit, mos e gjithë. Tu duhet të rikthesha, Osman. Ne kemi dërguar disa herë gazetarët tanë dhe jemi habitur pak nga reagimet e qytetarëve, veçanërisht atyre rrotull spitalit. Duket sikur kanë një terror për të folur, për të reaguar, madje disa arrin deri aty sa thonë që shërbimi është i mirë edhe në ditët që nuk kanë marrë shërbim fare. Si do dojsh ti që të reagosh? Realisht kur shkoj thuajse për ditë në QSUT, sepse shkoj përpara onkologjikut etj, dhe çdo njeri që më afrohet më tregon për atë çfarë ka, me çfarë është përballur në spitalet publike, dhe disa prej tyre marrin guximin të flasin publikisht, të tjerë nuk e marrin guximin sepse terapia e tyre është duke vijuar, kanë frikë se mos ka ndonjë hakmarrje ndaj tyre, e kanë këtë frikë. Unë nuk e di domethënë për shembull, një person i cili vuan nga kanceri, nga çfarë mund të ketë më frikë kur s'ka ilaçe. Për shembull, mungon temozolomid tek neurokirurgjia për ata të cilët kanë tumor në kokë. Ka 3 muaj. Është një mjekim i cili nuk zëvendësohet. Prej 3 muajsh janë pacientët atje të cilët janë të pashpresë duke u vërdallisur çdo ditë në spitale e nëpër farmacitë e Tiranës për këtë lloj medikamenti. Nuk e gjejnë 3 muaj me tumor në kokë pa këtë medikament. Je duke i vrarë ata pacientë atje. Dhe mjekët e dinë këtë shumë mirë. Por shteti jon nuk jep asnjë përgjigje se kur do vi ky medikament. Pra, edhe përballë kësaj situate ti duhet ta gjesh guximin për të folur dhe për ta bërtitur të vërtetën tënde dhe situatën tënde. Nuk mund të rish më në heshtje, se ka pacientë caktuar të cilët thonë nuk flas dot unë se kam frikë se kur të vi nuk më japin. Ore ti se ke. Për çfarë do kesh më frikë? Bërtit tani që të vi, sepse po nuk bërtitë këta e marrin lehtë fare. Lento, vazhdo se nuk ka problem, këta nuk e ngren zërin, këta rrin qetësi, asnjë nuk shqetësohet, nëse këta thonë se ke edhe të tillë që thonë që nëse këta nuk e ngren zërin për veten e tyre, pse duhet mundohemi ne? Po. Dhe ke një organizatë kriminale, Flavio, fondi, për cilin ka mësuar se vijnë medikamentet onkologjike e zëm sot, dhe ata për shkak të burokracive, për shkak të neglizhencës, i vendosin pullën pas 1 muaj apo 2 muaj. E për 2 muaj këta pacientë rrin pa ilaçe në spitalin onkologjik. Raste konkrete që unë do t'i publikoj në vijim, por që më është dukur dhe po të them një organizatë mirëfillt kriminale që me neglizhencë, me abuzime e tjerë janë duke vonuar edhe ato ilaçe që vijnë. Pra, kanë ardhur. Duhet vetëm t'i vendosësh pullën. Nuk ja vendosin, ja vonojnë 1 deri në 2 muaj dhe rrin pacientët 2 muaj këtu pa medikamente. Çmenduri. Nuk di çfarë të them. E mbyllim me këtë çmenduri, Osman, dhe kam përshtypjen se do të rikthehemi sërish kësaj situate spektakolare që ndodh në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në sistemin tonë shëndetësor. Për momentin të falenderoj shumë, Osman. Faleminderit juve. E përshëndesim mikun tonë Osman Stafa, ndërkohë është çasti për të kaluar tek një tjetër çështje, se përveç që nuk kemi fare shërbim shëndetësor, më duket se edhe shërbimi ushqimor po shkon drejt një, nuk e di si ta quaj, privatizim, shtrenjtim, monopolizim, tollonizim, gjeni ju termin, ndjeki materialin.